Këshilli i Lartë Gjyqësor caktoi masën disiplinore pezullim nga detyra me afat 6 muaj për gjyqtaren e Shkodrës Arta Llazari. Për këtë të fundit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë kishte kërkuar shkarkim nga detyra, duke arsyetuar se kishte kryer shkelje shumë të rënda disiplinore. Nga hetimi sipas ILD-s, rezultoi se Llazari ka shkelur afatet për arsyetimin e vendimeve gjyqësore në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj saj ishin paraqitur 11 ankesa, ndërsa gjatë hetimit janë zbuluar edhe fakte të reja. Inspektori i Lartë pretendon se në shumë raste, nga regjistrimi i çështjeve dhe caktimi i tyre, gjyqtares Llazari i janë evidentuar moskryerje veprimesh për një periudhë mbi 3 vite. Vonesa të tilla kanë dëmtuar të drejtën e subjekteve për një proces të rregullt gjyqësor dhe kanë dëmtuar dukshëm imazhin e drejtësisë dhe besimin e publikut në të. Veprimet e gjyqtares janë kryer të paktën me pakujdesi në formë të neglizhencës, e përsëritur dhe e vazhdueshme, e në disa raste kanë shkaktuar dëm në procedurat hetimore. Gjyqtarja ka dëmtuar dukshëm imazhin e drejtësisë dhe besimin e publikut, edhe pse ka 24 vite eksperiencë, treguesi njohjes shumë të mirë të ushtrimit të detyrës me disiplinë, thekson ILD. Për gjyqtaren Arta Llazari, emisioni Veting në News 24 ka publikuar dëshmitë e qytetarëve, të cilët janë zvarritur dyerve të gjykatave për të marrë drejtësi për pronat e tyre që i disponojnë me dokumente të lishme, ndërkohë që janë mbajtur të bllokuara për interesa të dyshimta të personave me influencë.